Një aksident automobilistik është regjistruar mëngjesin e kësaj të njëjtëje në orën 9:15 minuta në rrugën nacionale Gjirokastër Tepelen. Në aksident janë përfshirë një automjet BMW dhe një Renault. Si pasojë e përplasjes 4 persona mbetën të plagosur. Forcat e shërbimit zjarfikës kanë ndërhyrë në vendin e ngjarjes për nxjerrjen e drejtuesit të automjetit Renault në pronësi të shtetasit Klevent Vasi, i cili është transportuar me autoambulancë drejt spitalit për marrjen e ndihmës mjekësore. Sipas informacionit paraprak, personat e plagosur ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Shkaqet e aksidentit po hetohen nga policia. Edhe në komunikatën shpërndar medjave, policia e Gjirokastrës bën me dije se rreth orës 9:30 minuta në aksin rrugor Gjirokastër Tepelen, në vendin e quajtur mashkullor, automjeti me drejtues shtetasin 67 vjeçar KV, banues në Palokastër, është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin me iniciale SS, 27 vjeç, banues në Berat. Si pasojë janë dëmtuar 2 drejtuesit automjeteve dhe 2 pasagjerë, të cilët po marrin mjekim në Spitalin Rajonal të Gjirokastrës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po kryen veprimet përkatëse për zbarjen e thanave të këtij aksidenti.